5 vite në krye të shtetit, apo 1820 ditë si komandante e forcave të armatosura të Republikës Kosovës. Por cili është epilogu dhe trashëgimia 5 vjeçare e Vjosa Osmanit në krye të shtetit të Kosovës? Mandati 5 vjeçar i Vjosa Osmanit përfundoi mes një narrative të ndërtuar mbi suksesin diplomatik dhe përfaqësimin dinjitas. Por nëse e bëjmë një analizë pak më të thellë dhe e analizojmë me radhë ngjarjet, atëherë shohim se realiteti është paksa zhgënjyes. Një nga rolet kyçe të presidentit në një republikë parlamentare siç është Kosova është që të bëhet si figurë unifikuese për partitë parlamentare dhe të mundsoj dialogun mes tyre. Por realisht ajo çka ndodhi gjatë këtyre 5 viteve është se Osmani nuk arriti të ndërtojë dialog të brendshëm politik dhe shoqëror. Në këtë aspekt, Osmani dështoi të ndërtojë ura të dialogut dhe të bashkëpunimit mes pozitës dhe opozitës. Gjatë mandatit të saj, polarizimi politik u thellua ndjeshëm brenda vendit, ku edhe munguan iniciativat serioze për bashkëpunim dhe kohezion politik. Polarizimi politik brenda vendit u thellua ndjeshëm. Madje shpesh presidenca mori edhe anë duke mbajtur linjën e qeverisë dhe duke prishur kohezionin politik brenda shoqërisë. Në këtë aspekt, Osmani dështoi që të ndërtojë ura bashkëpunimi mes pozitës dhe opozitës. Në vend që të ishte faktor stabiliteti, institucioni i presidentit në shumë raste u bë pjesë e konfliktit politik. Në shumë raste presidenca u duk si një zgjatim i ekzekutivit e jo si një balancë e saj. Pra, nuk është parë si e ndarë nga pushteti ekzekutiv dhe qeveria. Një aspekt tjetër ku shefja e shtetit ka rol vendimtar është edhe politika e jashtme. Shtyllat ku është ndërtuar narrativa e suksesit të Vjosa Osmanit është diplomacia. Megjithatë, të dhënat tregojnë një histori tjetër. Në fillim kur ajo e mori mandatin, Kosova kishte arritur 117 njohje për 12 vjet shtet. Derisa në fund të mandatit të Osmanit, Kosova i shtoi vetëm 3 njohje. Pra, 3 njohje të reja për 5 vite mandat. Një ritëm që vështirë se mund të konsiderohet sukses diplomatik e më shumë ngjan me një dështim. Aspekt tjetër ku presidenti Osmani dështoi ishte edhe antarësimi i Kosovës në organizata me relevancë ndërkombëtare. Procesi i integrimit euroatlantik mbeti i bllokuar pa lëvizur në hapa, madje marrëdhëniet me disa aleat perëndimor pësuan lohatje mjaft serioze. Diplomacia e presidencës shpesh u reduktua në vizita protokollare dhe deklarata simbolike, pa ndikim të matshëm real. Këto janë 6 dështimet e presidentës Osmane gjatë këtij mandati. Antarësimi i Kosovës në NATO, dështim. Antarësimi në Këshillin e Europës, dështim. Humbja e momentumit në Banjska, ku nuk u shfrytëzua as pak në arenën ndërkombëtare, dështim. Zhbllokimi i rrugës drejt Bashkimit Evropian, dështim. Antarësimi në UNESCO, Interpol dhe organizata tjera me relevancë ndërkombëtare, dështim. 3 vite nën sanksione nga Bashkimi Evropian, dështim. Përveç këtyre dështimeve të mëdha, Vjosa Osmani ka patur sukses personal në disa aspekte. Fokus kryesor të cilën e ka pasur Vjosa Osmani gjatë presidencës ka qenë ndërtimi i imazhit në publik, duke e prezantuar veten si e dashur nga qytetarët, duke fituar simpati nga publiku i brendshëm. Totalisht qasje egoiste, duke vendosur interesin personal para atyre shtetëror. Gjithashtu, një nga elementet më të dobishme të mandatit të saj ishte edhe menaxhimi i imazhit publik në botë përmes prezencës madhe në mediat ndërkombëtare. Megjithatë, kjo ka pasur një lloj efekti pozitiv për Kosovën, por jo domethënës në arritjen e objektivave strategjike. Por pyetja thelbësore mbetet: a u përkthye imazhi i saj në rezultate konkrete për shtetin? Në shumë raste, përgjigjen e dim të gjithë. Mandati i Vjosa Osmanit në arenën ndërkombëtare nuk e çoi Kosovën përpara, por e la atë në pasiguri më të madhe, me më shumë simbolik se sa rezultate. Në vend të konsolidimit të shtetësisë dhe avancimit diplomatik, u prodhua një stagnim i zgjatur dhe një zbehje e momentumit ndërkombëtar. Ky mandat mbeti një mundësi e humbur për të forcuar realisht pozitën e Kosovës në botë. Suksesi më i madh i saj, fatmirësisht për të e fatkeqësisht për Kosovën,
është se pasuria e Osmanit është rritur. Kualiteti i jetës së saj dhe familjes së saj është rritur. Fëmijët e saj nga shkolla publike u dërguan në shkollë private. Ajo bleu disa shtëpi luksoze bashkë me burrin e saj. Në vitin 2014, Vjosa Osmani kishte deklaruar se kishte blerë një banesë në vlerë prej 50.000 eurosh me sipërfaqe 83.51 metër katror. Ndërsa, vitin 2026, ajo e përmbylli mandatin e saj si milionere. Me 2 shtëpi në Marigona Hill në vlerë prej rreth 800.000 euro, prona të tjera dhe mijëra euro të palosura nëpër banka, dështim total në presidencë, por përfitim miliona euro si privilegje gjatë kohës sa ishte në pushtet.